Në kuadër të javës së Europës 2025, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ka vizituar Korçën, duke parë disa nga vendet kryesore kulturore të qytetit, si dhe disa nga projektet e financuara nga Bashkimi Evropian. Ai gjithashtu ka zhvilluar një takim zyrtar me kryebashkiakun Sotiraq Filo, ku është njohur me rrugën që është ndjekur për të transformuar qytetin gjatë viteve të fundit, si dhe ka biseduar lidhur me sfidat e së ardhmes. Është një vizitë e cila kryhet në kuadrin e javëve të Europës. Do të kemi disa aktivitete, filluam dje me një shfaqje në teatrin e qytetit dhe do të vazhdojmë sot me inspektimin e një sër projektesh të bashkisë, kryesisht dedikuar të rinjve, edhe teknologjisë edhe inovacionit, por edhe punësimit, edhe turizmit. Vizita e sotme besoj që ishte një mundësi shumë e mirë për t'i treguar dhe për t'i shpjeguar ambasadorit transformimin dhe rrugën që kemi ndjekur për të transformuar qytetin në vitet e fundit, për të folur për sfidat edhe për projektet tona të ardhmes, por patjetër për të falenderuar për mbështetjen që Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare japin për projektet ndryshme të bashkisë, edhe për të folur patjetër edhe për projektet edhe për mbështetjen që ne kemi nevojë për të ardhmen. Për kryebashkiakun Filo, vizita e ambasadorit Gonzato ka qenë shumë frytëdhënëse, ndërsa shpreson që do të ndiqet nga hapa konkret në të ardhmen.